Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Raporti i Komisionit Evropian vijon të bëjë thirrje Maqedonisë së Veriut të përmbush detyrimet për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Në raportin e KS thuhet se Maqedonia nuk ka ndërmarrë hapa konkret për fshirjen e bullgarëve në kushtetues, siç parashihet nga marrëveshja për fqinjësi të mirë. Në raport përmendet dhe zbatimi i marrëveshjes së Prespës me Greqinë, por theksohet se kërkohet vullnet i mirë nga të gjithë palët. Komisionerja për zgjerim e renditi shkurt Maqedoninë e Veriut me Bosnjën dhe Kosovën dhe tha se nuk është shënuar progres. No real progress was observed in the last year for North Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo, and the reasons are different. The Commission will continue supporting them in their work towards the EU. Progres nuk është shënuar gjatë vitit të fundit në Maqedoni, Bosnjë, Hercegovinë dhe Kosovë, dhe arsyet për këtë janë të ndryshme. Komisioni do të vazhdojë të mbështesë në përpjekjet e tyre drejt Bashkimit Evropian, deklaroi Martakos. Në raport thuhet gjithashtu se vendi ka vazhduar të punojë në udhërrëfyesit për sundimin e ligjit, reformat në administratë, funksionimin e institucioneve demokratike, si dhe në planin e veprimit për mbrojtjen e pakicave. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istria Mickoski, në Bruksel informoi presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, mbi pozicionin e vendit të tij në procesin e afrimit me Bashkimin Evropian. Ai tha se biseda ishte miqësore dhe produktive dhe përveç çështjeve të integrimit, u diskutua dhe tema si interkonektori i gazit me Serbinë, dega drejt Kosovës dhe tarifat për çelikun. Повторно разговаравме за актуелните теми, нормално приближувањето на нашата земја кон Европската унија и конечно формалното отпочнување на преговорите. На состанокот апсолутно ги повторивме нашите единствени позиции, кои што навистина се позиции кои што се достоинствени после сите оние понижувања кои што ни се случија во минатото, изминативе 25 години откако практично почна овој наш пат кон приближување кон Европската унија. Në takim ripërsëritën plotësisht pozicionet tona të vetme që janë pozicione të denja pas të gjitha poshtërimeve që na kanë ndodhur në të kaluarën gjatë 25 viteve të fundit, që kur praktikisht filloi ky rrugtim i afërt me Bashkimin Evropian, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istria Mickoski. Kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, kërkon nga partitë politike fillimin e diskutimeve për kodin zgjedhor. Në një takim me koordinatorët e grupeve parlamentare ku konstatua se ndryshimet duhet miratohen me një marrëveshje konsensuale. Ai tha se për këto zgjedhje pam se ka mangësi, u shfaqën probleme me financimin e partive dhe prandaj duhet të bijem dakord për të gjetur një zgjidhje të re. Për datën e shpalljes së zgjedhjeve në 4 komunat ku arrit pragu, Gashi tha se duhet të harmonizohet që ato të mbahen brenda mandatit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili skadon më 15 janar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë kërkon nga Prishtina të bëjë më shumë progres në drejtim të luftës kundër korrupsionit dhe lirisë së shprehjes. Në një konferencë të përbashkët përshtyp me kryeministrin Albin Kurti, Ajavo Orav, teksa bëri një përmbledhje të shkurtër të progreset, nënvizoi fushat ku reformat nuk janë përfunduar. Sipas tij, duhet bërë më shumë në luftën kundër korrupsionit që vendi të ketë një treg konkurrues dhe një administratë funksionale. Liria e shprehjes duhet të përmirësohet, duhen ligje të reja për Komisionin e Pavarur për mediat dhe për buxhetin për transmetuesin publik dhe po ashtu tha se është urgjente që të miratohet strategjia kundër korrupsionit sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ajo ndalë tek përparimi i vendit në 6 fusha kryesore. Functioning of the judiciary, capacity to cope with competitive pressure and market forces, social policy and employment, transport policy, food safety and external relations. Funksionimi gjyqësor, zhvillimi social, politikat e transportit, siguria e ushqimit, marrëdhëniet me jashtë dhe ndërtimi i kapaciteteve institucionale, deklaroi Ojavo Arav. Duke folur për masat ndëshkuese të vendosura nga bloku në vitin 2023, Orav konfirmoi heqjen e tyre graduale. From May this year, the European Commission has taken the first steps to gradually lift the measures. The next steps remain conditional on sustained de-escalation in the north. The Commission intends to further lift these measures, provided an orderly transfer of local governance in the north when it's achieved and following the local elections and de-escalation should be sustained. Ato kanë nisur që në maj të hiqen në mënyrë graduale, megjithatë për heqjen e tyre duhet bërë transferimi i pushtetit lokal në veri pas përmbylljes së zgjedhjeve lokale dhe uljes së tensioneve. Në lidhje me stabilitetin politik, ky vit konsiderohet i humbur për Kosovën. And in this regard, unfortunately, it has been a lost year. Deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajavo Orav.
Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Rio Terras, e përshkroi vitin e kaluar si të trazuar dhe u bëri thirrje institucioneve të Bashkimit Evropian të heqin masat kufizuese. Ai theksoi se Kosova ka treguar qëndrueshmëri dhe përkushtim duke ruajtur rendin publik, paqen dhe vazhdimsitë demokratike dhe se është e gatshme të bashkëpunojë me institucionet evropiane. Ne duhet të përgjigjemi me të njëjtin guxim dhe qëndrueshmëri politike, tha Terras. Raporti i progresit përdoret si bazë për vendimet të ardhshme të Bashkimit Evropian lidhur me integrimin e Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.